Në këtë sezon pranvere, shtëpia muze e lindjes së shkrimtarit Ismail Kadare në qytetin e Gjirokastrës ka një gjallëri të veçantë, krahas mikpritjes së turistëve. Kjo banesë është ndëruar në qendër për organizimin e aktiviteteve kulturore me përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare. Mjediset e shtëpisë karakteristike, të cilat prezantojnë jetën dhe krijimtarinë e gjeniut të letrave shqipe, shërbejnë si skena kulturore për artistët dhe veçanërisht për të rinjt. Aktivitete letrare, kulturore, koncerte të ndryshme që organizohen në shtëpinë muze të Ismail Kadares, tërheqin kërshërinë dhe interesimin e specialistëve të muzikës dhe vizitorëve. Atëherë ky konkurs me emrin shumë të specifikuar Gjiroklasika i jep një rëndësi të veçantë dhe instrumentistëve të rinj, po edhe qytetit i jep një gjallëri. Promovojnë vlerat e artistëve të rinj, të cilat këta artistë në të ardhmen do jenë artistët e skenës, që do mbajnë gjallë aktivitetet kulturore dhe artistike. Thera ime e dytë që unë vinë këtu në Gjirokastër dhe po ashtu kam pak emocione. Dhe kam shumë qejf që kam marrë pjesë në këtë konkurs. Edhe dua që të fitoj. Mua qyteti më ka lënë shumë përshtypje, është shumë i bukur dhe shumë ka histori mbrapa. Shtëpia e gurt ku Kadareja kaloi një pjesë të fëmirisë dhe rinisë së hershme, është një prej pikave të preferuara të vizitueshmërisë dhe guidave turistike në Gjirokastër.